edhe sot tentimin e radhës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, tentimi i cili rezultoi prap pa sukses. E në lidhje të drejtë për drejtë nga ambientet e Kuvendit të Kosovës, kemi gazetarin ton Fatlium Jasharin. Përshëndetje Fatlium, kishte ndonjë risi në këtë tentim të 31 apo gjithçka vjoi njëjtë? Asgjë e re, kushtrim njësoj 31 mbledhje, 31 dështime për të konstituar legjislaturën e 9 të Kuvendit të Republikës Kosovës. Ky mund thuhet se është epilegu i këtyre 31 mbledhjeve në seancën që ka nisur me 15 prill dhe që ka vazhduar çdo të dytën ditë me përjashtim të ditës para Bajramit, kur kishte një vazhdim pas një dite, nuk u prit 2 ditë për të vazhduar. Përgjithsisht një përsëritje e skenarit që tashmë veç se kemi parë për të disatën herë. Këtë herë ishin vetëm 47 vota për, të cilat ishin po ashtu të vetmat vota ose të vetmit deputet që morën pjesë në Kuvend, duke pamundsuar kështu kuorumin dhe duke bërë që dështoj sërish seanca dhe të shtyhet për një 48 orësh të ri në një përpjekje, ose nuk e di nëse mund t'i themi më përpjekje, ose për një mbledhje të re të Kuvendit të Kosovës në përpjekjet ose në të paktën mbledhjen për konstituim, sepse nuk e di nëse mund ta quajmë përpjekje për konstituim të Kuvendit. Kemi parë një përsëritje të qëndrimeve të gjitha partive politike, nisur nga partia në pushtet, e cila vazhdon të fajsoj partitë ish opozitës, pra partinë e 234 për blokadë në Kuvendin e Kosovës, pastaj Partia Demokratike e Kosovës përmes nënkryetares së saj Vlora Qitaku, e cila ka thënë se nuk ka një definicion të qartë në gjuhën shqipe që mund ta përshkruaj absurditetin e asaj çfarë po ndodh në Kuvendin e Kosovës, ndërkaq nga Lidhja Demokratike është deklaruar deputeti Ekrem Hyseni, i cili ka përsëritur pak a shumë ato që i ka thënë dje në konferencën për media kryetari i kësaj partie Lumir Abdixhiku dhe plani 15 pikësh për qeverinë e unitetit kombëtar të propozuar nga kjo parti politike si një qeveri për një periudhë kalimtare për të kaluar këtë ngërç politik, këtë blokadë politike, krizë politike në cilën është futur vendi, ndërkaq paraprakisht në hyrje të seancës është deklaruar edhe deputeti Daud Haradinaj, i cili ka thënë se është i prirur që t'i besoj deklaratës së ish kryetarit të Kuvendit Vlau Konjupsa se brenda 2 javësh mund të ketë lëvizje drejt zhbllokimit të situatës, ndërkaq kreu i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj ka thënë që nuk ka marrëveshje politike dhe pa marrëveshje politike askush nuk i ka 3 votat e nismës socialdemokratike, por thas që ka shpresë se së shpejti mund të ketë lëvizje nga kjo situatë. Fatlium, faleminderit shumë për këto informacione direkt nga Kuvendi i Kosovës. Ishim në lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin Fatlium Jashari, i cili sot ka përcjellur vazhdimin e seancës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës.